Është zhvilluar në fshatin Dvoran të Korçës, Festa e Mollës, një traditë e përvitshme e organizuar nga Bashkia e Korçës për të mbledhur bashk fermerët të cilët kultivojnë mollën. Si vjetë ka qenë një prodhim i kënaqshëm, pavarësisht se kaluam një krizë në muajin mars, prill, një ngritje të madhe, mbi 80% produktit e kemi okay. Kemi si disa varietete të mollës, si Golde, Star King, Grasmith, Fuji dhe Ranet Kanadeze. Kemi edhe disa lloje tjera. Prodhimi si vjet ka qenë i pakët për arsye të ngritësave. Fermerët tregojnë se edhe çmimi i shitjes së mollës ka qenë i kënaqshëm këtë vit. Tregu është mirë si vjet, është shumë mirë, jemi shumë të kënaqur. Si cilësi e parë dhe varieteti dhe cilësia e dytë për industri po ecëm me çmim të mirë. Tregu shumë i mirë është si vit. Shitet shumë shpejt, shumë tash. Tregu është i mirë sepse është sasia shumë e ulët. Ka shumë pak prodhim si vjet, krahasim me vitet e tjera. Të pranishëm kanë qenë edhe autoritetet vendore si dhe qytetarë të shumt, të cilët kanë qëndruar gjatë në një atmosferë festive të krijuar. Unë bëra një takim me gjithë fermerët që janë pjesëmarrës sot, edhe ata janë përtej pritshmërive që prisnin sot, pavarësisht kushteve të motit edhe ngritave që ndodhen gjatë periudhës të çeljes së mollës, por është mirë. Mua jam optimist edhe më vjen shumë mirë që edhe këta fermerë qoftë me ndihmën e bashkisë, po dhe me punën e tyre, janë në këtë gjendje sot që është më mirë se sa vitet e tjera. Në këtë panajir janë prezantuar edhe 9 produkte të mollës, ndërsa banorët kanë shijuar edhe një koncert ku kanë performuar artistë të njohur të zonës.